mendimin tim fillojmë mirë me Bitcoinin, pa fillojmë mirë me kripton. E para do jetë ose i pari do jetë Bitcoini, dhe pastaj do mulojmë të tjerat. Unë kam pritur që kjo zonë të mante dhe kam thënë disa herë që po u thu kjo tani do jemi me probabilitet shumë të lartë që shkojmë te 90-a. Përveçsisht këtu, te 90 deri te 88-a shkon. Thellësia le të themi ajo hija që mund të bëj. Kemi deri këtu. Okay? Dhe longu për mua ka qenë bouncy, dhe do të bënte bounce dhe ndërtim strukture. Këtu për shembull do ishte double bottom, po unë doja që të bënte testim të vizës të trendit këtu. Aktualisht, dhe të atë rezistonte ose të mbante. Aja nuk ka thyr fare, nuk ka shtyr deri aty. Arsyet kryesore janë ato fundamentale, lajmi që nuk ka ndalur ekonomike, dhe arsyet e tjera, le themi, jo shutdowni dhe situata të tjera që janë krijuar. Dhe tregu i përgjithshëm që është shitur me bonde që patën një farë rritje, dollari një farë rritje dhe shaktoi këtë shitje këto 4 ditë të fundit. Tani këtu ku jemi është e logjikshme që do shkoj prapë te 100. Këtë e keni pak a shumë të sigurt. Se s'do të them të sigurt se atëherë Kleo vetëm hap pozicionet pa shiku prapë si goldi. Edhe mendoj ku theti te 100.000 te 100.000 teston prap. Ta hap me leverage. Max leverage tani live. Duhet me patjetër. Dhe mund të bëj këtë, pastaj të ndërtoj strukturat. Tani këtë javë kemi në datën 19 mes jave këtu. Kemi vendimet ekonomike që do merren. Që do vendoset të hanën, të martën më kurën, ose deri në fundi javës. Kjo është zona që vendoset tregu. Mendimi im. Nga do iki. Po më shumë kjo vendosje do bëhet te tregu i aksioneve. Po që aksionet tregojnë që ka AI bubble, shkon direkt te 90-a dhe ka shumë potencial që mund të shkatërrohet komplet struktura. Shumë problem kjo pjesë dhe do ta kemi në menaxhim. Unë jam cash, e kam thënë disa herë, nuk kam trajtuar Bitcoinin pa ristrukturim, pa le të themi ecuri për lart, nuk do ta traktoj Bitcoinin. Dhe jam gati ta pres deri në fundin e rënjes që mund bëj dhe ristrukturimi. Këtu pash pak shenja të 100-ja dhe po fillonte që të më pëlqente, por nuk ka dhënë shenja që të bënte le të themi atë strukturën që unë kërkoja që të hyja këtu. Dhe kështu që unë e di që Kleo dhe çunat e tjerë kanë trajtuar short këtu Bitcoinin. Ka qenë short i mirë. Pak, të shortin e kam trajtuar me pak me thënë drejtën, mbasi frika që do gjej këto supportet e shpeshta dhe testim zonash prap për long. Pak riski kjo pjesa e rrezikshme, pjesa e shortit. Po ka qenë ideale, do të thotë sipas strategjisë që unë përdor, ka qenë perfekte. Po. Të një avori është problem i madh. Edhe ja ku keni arsyen pse, sepse kishte struktura që përmbante. Për mua ishte kjo zona 100 ishte zonë historike. Çmimi mesatar një vjeçar që është thë. Shenjë shumë negative, por edhe një moment që mund të bëhet manipulim, që fut bears tani që të bëj lëvizjen për lart. Për mendimin tim, duke qenë që është dhe struktura këtu që kam diskutuar disa herë testimin të RSI-ja të javori, probabiliteti është më i lartë që të shkojmë në një short pak më të thellë. Edhe kemi shumë kujdes.
unë po pres, do më pëlqej shumë longu që të bëhet në bas konsolidimit, mund pres edhe 3 muaj të tjera, mund pres edhe 6 muaj, varet se si do na kapi animi. Duke qenë që nuk kam hyrë në momentin e dur që ishte 116 deri te 118 ishte zona që unë duhet kisha hyrë për short, te strategjia ime, e kam humbur rërën. Dhe duke qenë që nuk kam rërë të mirë, për strategjinë time nuk rrezikoj kot në swing. Mundohem që të rri jashtë tani dhe të tregtoj formimin e duhur për anën long. Mujori ka bërë punën e vet dhe mujori mund na çoj te kjo zona 89, ndoshta edhe deri te 85. Ka thyr strukturën këtu, duhet të ristrukturohet. Pasi ti ikin 100.000, pastaj do iki herët. Pa, mund bëj 100.000 testim, shkon te 89. Këtë ishte logjikshme. Ose pak më shumë se 100, mendoj unë. Edhe pastaj ti mund vendos. Po, në lëvizje për të futur më shumë mbi 100-ën për long. Dhe kjo do jetë lëvizja. Tani një ide që ti mund ta kesh në rezervë Kleo është kjo që kur të shkoj të 100.000, se po supozojmë tani që do shkoj të 100.000, mund t'i fusësh short nga ajo zonë deri te zona 90. Kjo do jetë grupi i Forex-it që do hapet, po momentin po e kryejmë strukturat, po këto lloj ide do tregtojmë pak më afër shkurtër. Ethereum duket okay, struktura po mban pak më mirë për mendimin tim, nuk është aq ose po gjen supportin tek zona dhe po bën një bullish divergence këtu për mendimin tim. Mund të bëj le të themi një lëvizje për lart, ndoshta një ulje tjetër finale, duke qenë RSI në rritje. Kjo do jetë një bullish divergence dhe pastaj do shikoja këtë zonën, vizatova gabim, këtë zonën e thyrës të kësaj vizës të rendit në rënje të RSI-a. Thyre zonës 38 për shembull, ose edhe më ulët, varet se ku do bëhet thyrja. Zonës 38 ose diku aty ishte perfekte për një anim për long, ose starti një animi për long. Dhe të pozicionohet, për që më vazhdon të mbaj këtë zonën, që është tani të 3.100. Ja ku e kam bërë dhe le të themi çfarë mendoja unë për strukturën, vend të bënte një higher low, ka bërë një double bottom për momentin. Që e ka sjell kështu. Këtë mund bëj. Ose shkon deri këtu, shitet prap, mund shitet edhe më thellë, ose shkon kështu, diçka e tillë. Po, për mendimin tim, duket se ku po bën double bottom, lëvizje të paktën deri këtu ose këtu, edhe pastaj do vendoset tregu. Këtu, ulje këtu. Tani, një gjë që do të ndaj me dëgjuesit që e kam ndarë vetëm me antarët e Discordit, ka qenë një datën 5, kam bërë vizatimet aty, kam ndarë dhe me screenshot, më duket mas disa ditësh në Telegram, është grafika e kësajt këtu, me Bitcoinin dhe me Ethereum, me skenari që unë i kam ndarë live në video, me antarët e Discordit, dhe ja ku e keni. Çdo skenar që unë kisha, i thash dhe antarëve që çdo skenar, si për long, në datën 5, kur e bëm analizën, si për long, si për short, du të ribëj testimin te zona 106, që e bëri. Këtu vendosesh e tregu, bëri rezistencë të vizat trendit, dhe vazhdoj dhe bëri këtë skenarin për short vazhdimësi. Kjo short vazhdimësi ishte tregtimi që besoj ka kapur Kleo, që ishte diku te 104 deri te kjo zona e 94, që është short
ishte short perfect për ta kapur. Mund të bëj le të themi dhe një dallk për lart, që kam treguar këtu, që mund të jetë ritestimi i qinçes dhe po hoqja vizatimet, ja ku e keni i qinçen që mund të ritestoj 103-shin, riteston 103-shin rezistencë, 89-ën dhe ndërto strukturat. Ja ku ke vizatimi që unë kam bërë që datën 5 me skenare që unë kam pasur në menjen time që të formonte tregu. Por çdo gjë do varet te ky momenti këtu. Ishte e sigurt rritja, pastaj sa si do reagonte këtu ishte vendimtare për tregun. Dhe ja ku jemi. Po që zgjeroj këtë vizën e trendit, na çon te kjo është çfarë mund të parashikoj unë tani, po që do bëhet një lëvizje për long, rikuperuese, serioze, mund të bëhet mbas thyrjes të kësaj vize trendit tu që ka gjetur rezistencë. Tani era 3. Ku është? Për backup, ja ku e ke? Era 4. Edhe këtu rezistencë. Dhe këtu rezistencë. Dhe tani ndona duhet ta dim si do reagoj këtu në datën 21, që përshtatet me parashikimin tim në 19 nëntorit që mund vendoset animi të tregut. Data 21-20 do të testohet kjo zonë. Mendimi im duhet testu. Tani kuptohet që unë nuk jam 100% i sakt, nuk jam fallxor, por kjo është çfarë përshikoj unë tani. Testimi i kësajt do na japi orientim serioz këtu tani. Se po u rezistoi qinçja dhe u bë rezistencë fort, atëherë jemi shkrim të sigurt e 89. Aty ne mund të trajtojmë shortin nga 100 te 89 që do ta bëjmë te grupi Forexit. Edhe mund të jetë lëvizje mirë, jo. Mund të jetë si mundësi, do ta studiojmë në ditën që do vihet, do bëhet gati, kuptohet. Kjo është para kohë që unë po jap parashikimet. Pastaj rindërtimi i Bitcoinit vin nga fundi muajit, po i shkon te zona 89-90, nga fundi muajit, fillimi i dhjetorit, që na sjellte baba gjyshi që mund ta sjellin në një dhuratë. Që përmenda te Telegrami. Tani ndonjëherë bëj edhe shaka në Telegram, por i bëj të menduara, që mund të kemi tani një situatë rezistencë, mund të kemi një tjetër këtu. Pastaj një tjetër finale këtu në fund të muajit, thyet struktura këtu dhe vazhdon për lart Bitcoini dhe gjithë tregu për më shumë. Këto parashikoj unë, Kleo, ti po pate diçka për shtu këtu, më thuj, ndryshe pasaj. Po, te Bitcoini, ajo rezistenca te zona 100-102.000, dhe pastaj do ishte më mirë lëvizja për short edhe të testonte zonën 90.000 dhe aty mund të shikonin pastaj për të blerë. Për ristrukturim, ba. Sepse mendoj që me kaq rezistencën që ka bërë, 1, 2, 3, 4, po bëri 1 të 5 këtu dhe 1 të finale të 6, lodhe trendi për poshtë. Por dhe RSI-a, fuqia relative të një ditori, do lodhet. Njëkohësisht do rritet position traders të zona 90.000 do ta blenë. Edhe do ketë një rritje. Tani se sa do jetë rritja, do ta studiojmë me kujdes dhe ta trajtojmë televizën tjetër këtu. E vi që kjo deri këtu 9%. Kjo tjetër për lart nga 93-shi që mund ta trajtojmë mbas uljes finale, na çon deri te 12% të tjera. Pastaj shikojmë se çfarë do bëj tregu, por që do ristrukturohet, të shkojmë mbi 113, 120 dhe kështu me radhë. Kjo do ishte, po këtu vendoset tani tregu. Këto 2 javë maksimale mendoj unë vendoset ose mbaron nëntori special i likuidimeve dhe vendoset pak animi i tregut.
Ethereum po një gjë kam bërë, nuk do të hyj në detaje, prandaj do të hyni te Discordi sepse do keni gjëra të tilla. Do bëj una live calls si e bëra të mërkurën, që unë zakonisht nuk bëj të mërkurën asnjëherë, bëj vetëm të dielën, live call me gjithë antarët. Nuk kam përjashtuar antarët e Novice Trader që janë me 15 pound në muaj, e kam futur grup me Apprentice Trader vetëm për këtë analizë, për t'i ndihmuar, për t'i orientuar me skenaret kryesore të kriptos, dhe pastaj e kanë shpërnda dhe në video.